Në sallën e kuqës sot, ku jemi mbledhur në kujtim të ditës së dëshmorëve dhe rënies së heroit ton kombëtar, Agim Ramadani, nuk vjen më erë baroti e as nuk dëgjohen krismat e pushkave të trimave ton, sikur se 27 vjet më parë. Sepse nuk jemi në Kushare, por atë që na solli Kusharja është e pranishme këtu mes nesh. Është e pranishme në mënyrën si jetojmë sot dhe si lëvizim lirshëm. Heqja e kufirit shqiptar ishte arritja më e madhe e betejës së Kusharës. Një kufi që na kishte ndarë për pothuajse një shekull. Një kufi që të mësonte të ndaleshe, të përmbaheshe, të prisje. Dhe me kohë u bë pjesë e mënyrës si mendonim dhe si e shihnim botën. Kjo është e vërteta jonë deri në prill të vitit 1999. Betejë e Kusharës, si betejë më e lavdishme e historisë sonë moderne, përtej të qenit operacion ushtarak, ishte edhe ndërhyrje në vetë kuptimin e kufirit. Kur u thya ai kufi, u shmontua edhe një kufi tjetër. Ai që kishim brenda vetës, ai që na kufizonte edhe ëndrat. Ëndra jonë për liri nuk mori formë në libra, por në jetët e njerëzve, siç ishte jeta e komandant Katanës. Agim Ramadani ishte shpirt i madh krijues. Ai pikturonte, shkruante, mendonte ndryshe, ishte i shkolluar në Akademinë Ushtarake të Zagrebit, i rritur në Kosovë dhe më vonë i përndjekur u detyrua të migronte në Zvicër. Sot kujtojmë Agim Ramadanin, një nga figurat më të ndritura të luftës për lirinë e Kosovës. Në këtë përvjetor, ne nuk përulemi vetëm para kujtimit të një luftëtari të shquar si ishte ai, por para një njeriu që bë simbol i guximit, i përkushtimit dhe i sakrificës për atë dhënë. Agim Ramadani mbetet figurë e veçantë, edhe sepse te ai bashkoshin si rrallë ndonjëherë ndjeshmëria e njeriut krijues dhe disiplina e ushtarakut profesionist. Kjo e bën edhe më të fuqishme trashëgiminë që ai na ka lënë. Në këtë përvjetor, duke kujtuar heroin Agim Ramadanin, ne kujtojmë njëkohësisht edhe rolin historik të UÇK-s në luftën për lirinë e Kosovës. UÇK-ja ishte shprehja më e lartë e rezistencës së popullit tonë kundër shtypjes, kundër dhunës dhe kundër mohimit të drejtave themelore. Ajo e ktheu kërkesën për liri, në qendresë të organizuar dhe u bë bardhëse e një përpjekje të drejtë e çlirimtare që hapi rrugën drejt lirisë dhe shtetëndërtimit të Kosovës. Prandaj, nderimi për dëshmorët tanë është njëkohësisht edhe nderim për idealin dhe sakrificën e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Sot jemi mbledhur për të kujtuar një njeri që i sfidoi kufit. Jo vetëm kufirin fizik që ndante shqiptarët, por edhe kufit e asaj që mund të arrijë një qenie njerëzore brenda një jete të vetëm. Agim Ramadani nuk është thjesht një emër në listat e dëshmorëve dhe heronjve. Ai është arkitekti i thyrjes së madhe. Agimi është një paradoks i bukur. Si ushtarak karriere, ai zotronte disiplinën dhe ftosinë e duhur për betejë. Por, brenda saj uniforme të ushtrisë çlimtare të Kosovës, rrihte zemra fisnike e një poeti dhe piktori. Ai e dinte se liria nuk mbrohet vetëm me plumba, por edhe me kulturë dhe identitet. Brusha e tij pikturonte peizazhet e Kosovës, ndërsa vargu i tij profetik na kujtonte se edhe vdekja është e bukur kur i detyrohesh lirisë.
Agimi i u përgjigj kushtrimit legjendar të Adem Jasharit, që ushtonte nga prekazi në çdo cep të trojeve dhe në çdo cep të mërgatës. Ai i u përgjigj uratave të nënave që përcillnin djemt në luftë dhe vajit të fëmijëve që kërkonin qiell pa tym e pa barut. Për agimin, liria nuk ishte opsion, por ishte amanet. Të dëshmorëve të brigadës 138 Agim Ramadani, ftoi jeton Ramadanin, djalin e heroit Agim